Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Surprizat e motit nga dita hënë deri të enjten, shi dhe temperatura të larta. Parashikimi i motit për 5 ditët e ardhshme në Shqipëri, ja si do të jenë temperaturat dhe rreshjet. Sipas të dhënave më të fundit nga weather.com, Shqipëria do të përjetojë një javë me mot kryesisht të qëndrueshëm, por me disa ndryshime të lehta që duhen marrë parasysh. Parashikimi ditor për periudhën nga e diela 11 maj deri të enjten 15 maj. Ditën e hënë parashikohet një ditë kryesisht me diell dhe mot të këndshëm. Ditën e martë 13 maj pjesërisht me diell gjatë mëngjesit, ndërsa në orët e pasdites pritet një rebeq i fuqishëm shiu. Dita e mërkurë 14 maj, moti do të përmirësohet me kthjellime dhe diell, një ditë e përshtatshme për aktivitete në natyrë, me temperatura që do të shkojnë nga 10 deri në 25 gradë Celsius. Dita e enjte 15 maj, priten rreshje dhe vranësira gjatë ditës. Termometri do të shënojë maksimumi 24 gradë Celsius dhe minimumi 14 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit. Meteorologët këshillojnë qytetarët që të shfrytëzojnë ditët me motë të mirë për aktivitete në natyrë, ndërsa të kenë kujdes në ditët me rreshje për shkak të mundësisë së rebesheve, të cilat mund të jenë afat shkurtra por të dendura. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.